Izraeli thot se ka mundur të kapi falë sistemit të tij 99% të dronëve iranian që nga fillimi i konfliktit. Sa janë dëmet që janë kryer nga ky 1% që ngelet? Well, we have to differentiate between dallimin midis raketave balistike dhe dronëve. Sigurisht që ka problem dhe dëme të ndryshme, po është e vërtet që iranianët kanë lëshuar më shumë se 1000 dronë dhe 99-98% për tyre janë interceptuar përpara se të shkojnë në objektivin final, por problemi deri tani nuk janë dronët, por problemit janë raketat balistike, por dronët ama kanë një farë impakti. Për shembull, dje një dron fluturoi drejt një shtëpie diku në Izrael dhe shkatërroi komplet të gjithë shtëpinë, por po të paktën njerëzit ishin në strahime dhe u shpëtuan jetët e tyre. Pra, dëmi konkret i droneve në këtë pikë që flasim është i vogël, por fakti është që iranianët kanë lëshuar më shumë se 1000 dronë drejt Izraelit, por perceptimi i tyre nga teknologjia apo dhe përdorimin e forcës ajrore e ka mbajtur këtë numër dhe këtë dëm në nivel të ulët dhe sigurisht përsa e përket raketave balistike është diçka ndryshe, se për shembull sot është shkatruar në Tel Aviv disa bloqe pallatesh në një pjesë të Tel Avivit. Pra, problemi tani më janë pikërisht raketat balistike. Megjithse, sistemi Arrow, sistemi shigjetës, ka interceptuar 99% të tyre, por janë më të vështira për të shkatruar si raketa se sa dronët. Dronët janë më të vegjël nëpër masa dhe kanë sasi më të vogël eksplozivi brenda dhe raketat vinë me të paktën 500 kg tritol me të cilin shpërthejnë. Dhe kjo pikërisht çfarë po bëjnë iranianët, po shënjestrojnë civilët në Izrael dhe ndërkohë forca ajrore izraelite po shënjestron infrastrukturën ushtarake të regjimit iranian, por ndërsa iranianët lëshojnë raketat drejt civilëve në mënyrë verbazi dhe nuk duan t'ia dinë se kush po vdes, nëse goditën për shembull dhe spitalin në Beersheba në Izrael dhe qëllimi është vetëm për të goditur civilët. Cilat janë masat shtesë që janë ndërmarrë për të bërë të mundur kapjen e të gjithë artillerisë iraniane? A është e mbrojtur e gjithë popullsia në Izrael, pra a ka të njëjtën mbrojtje edhe izraelitët me origjinë arabe? Është një diskutim goxha i madh në media ndërkombëtare. Well, the answer is the plain and simple answer is no. Përgjigja e thjeshtë është jo. Jo të gjithë izraelitët kanë një streh të mundshme nga të gjithë. Pra gati 30-35% izraelitëve nuk kanë mbrojtje të duhur dhe ky është një problem. Në Izrael ne kemi 10 milion që banojnë dhe ka zona në veri apo në jug ku njerëzit nuk kanë mbrojtje. Dhe vetë fëmijë im u godit pikërisht sot në mëngjes, kur që kam jetuar afër tyre për gati 10 vjet me ta dhe po flas pikërisht në Tel Aviv brenda, nuk po flas në për fshatra. Pikërisht në për zona të njohura dhe elegante, shumica e popullatës nuk janë të njohura, sepse shumica prej tyre kanë vendstrehime të vjetra dhe ndërtesat janë 50-60 vjeçare të ndërtuara shumë më herët. Pra ka vende në rajon që nuk janë fort të mbrojtura dhe më duhet të them, nuk po flas vetëm për periferin, por fshi edhe në për qytete ku ka nivele të ulta mbrojtje. Dhe ky është një problem që qeveria tani më që ka dhënë një gati $35 milion një fond për ngritjen e kapacitetit mbrojtës të vendstrehimeve dhe kjo ka të bëjë pikërisht që ka të bëjmë së shumti me pjesën e modës. Vetëm pas viteve 90 njerëzit kanë ngritur vendstrehime, më përpara pallatet nuk kanë patur vendstrehime. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike ka deklaruar se nuk ka prova që Irani po synon të ndërtojë një bombë bërthamore. Kush gënjen? Agjencia, Izraeli, Irani, Amerika apo koha në të cilën jetojmë?
Well, evidently the Iranians are the first to lie. Sigurisht, That's first. iranianët The janë të agency parët që actually gënjejnë, në fakt agjencia nuk e ka thënë këtë. Agjencia ndërkombëtare nëpërmjet zëdhënësit thanë që iranianët po i fshehin programet e tyre dhe po gënjejnë. Dhe izraelitët tani po mundohen pikërisht për të reduktuar edhe kreun e agjencisë tani më, sepse ai po thoshte pikërisht